Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet për vrasjen në 10 shtator të vitit të shkuar të Gramos dhe Lavdrim Kurtajt. Akuza kërkon nga gjykata dënimin për vrasjen në rrethana cilësuese të Altin Kukës dhe 2 djemve të tij, Ervis dhe Emarios Kuka. Për përkrahje të autorëve është kërkuar të dënohet edhe Tomor Zyka, por dhe 3 persona të tjerë, 1 për armbajtje dhe 2 për moskallëzim të krimit. Sipas dosjes hetimore, pak para se të ndodhte ngjarja në Kurtaj të Roskovecit, Ervis Kuka, 18 vjeçar, ka pasur një konflikt fizik me djemtë e viktimës, Gramos Kurtajt, si dhe ka qelluar me pistolet kundër tyre dhe viktimës. Pas kësaj, Ervisi ka komunikuar me vëllanku dhe i ka treguar ngjarjen, por situata u tensionua edhe më tej. Prokuroria thotë se Ervis Kurtaj e la automatikun vëllait në kasolle dhe më tej kanë shkuar në lokalin ku u qëndronin viktima. Pasi kanë frenuar, fillimisht ka qenë Emariosi që ka qelluar, e më tej armën e ka marrë babai duke vrarë 2 vëllezërit, Gramos dhe Lavdrim Kukën, 46 dhe 52 vjeçar. Nëse gjykata do t'i gjejë fajtor, 2 djemtë dhe babai i tyre rrezikojnë dënim nga 20 vite deri në burgim përjetshëm.